Horoskopi për muajin korrik. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi. Gjatë këtij muaji nuk do t'ju ndodhin gjëra të këqija, por mirë është të mendoni të hiqni disa para minjan për të siguruar edhe të ardhmen. Në këtë plan do keni vështirësitë më të mëdha. Silluni mirë edhe me partnerin tuaj, sidomos nga java e dytë në vijim. Mundoni ta surprizoni atë si dhe t'i shprehni ndjenjat. I dashuri i zemrës tuaj do të ketë nevojë etike për mbështetje dhe ngrohtësi. Ju beqarët më në fund do besoni në dashuri pasi do njiheni me persona fantastik. Zemra do ju rrah pafund rreth datës 8 ose 9. Shëndeti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Mund të keni shqetësime muskulore të cilat duhen trajtuar sa më parë. Për punën do të jetë një muaj aktiv dhe i mbushur me risi. Me pak më shumë kurajo dhe këmbgulje do arrini majat. Demi. Këtë muaj do ta keni fatin në dorën tuaj, por thjesht duhet të përfitoni e të bëni më të mirën. Nëse keni një lidhje, mundoni të jeni sa më realist, pse jo të provoni edhe gjëra të reja me partnerin. Java e fundit ka për të qenë më emocionuesja. Ju beqarët nuk do jeni as pak në humor deri në datën 18, më pas mund të keni ndonjë flirt të vogël. Shëndeti herë do të jetë i mirë dhe herë nervozizmi do t'ju pushtojë. Konsumoni më shumë ushqime që përmbajnë vitamina. Buxheti do varet tërësisht nga mënyra se si ju do t'i menaxhoni paratë që do keni në përduar. Investimet mos i lini kurse për në data 13 ose 25, sepse do të jenë ditë pa fat. Nëse jeni në kërkim të një pune, yjet do t'ju ndihmojnë dhe mund të gjeni më idealen pas javës së parë. Binjakët. Këtë muaj debatet dhe problemet do të jenë aq të mëdha sa që mund të mendoni të largoheni përfundimisht nga gjithçka. Për të dashuruarit do të jetë një periudhë e paqëndrueshme. Mund të keni zënka të forta, por njëkohësisht do kaloni edhe momente pasionante. Ditët do të jenë të turbullta. Nëse jeni beqar, vetëm pas javës së dytë mund të mendoni për gjëra serioze, sepse deri në atë kohë do keni vetë joshje e mundësi për aventura kalimtare. Shëndeti do vi javë pas jave duke u përmirësuar fal për kujdesit që do keni për veten. Nëse doni që gjendja financiare të jetë e mirë, vazhdoni të shpenzoni me maturi dhe mos prisni të pasuroheni. Në punë do t'ju duhet më tepër përkushtim dhe përpjekje për të arritur atje ku keni dashur. Gaforja. Gjatë këtij muaji do t'ju pushtojë një ndjenjë dyshimi që nuk do t'ju lejojë të jetoni të qetë. Jeta në çift nuk do të jetë gjatë gjithë kohës e mirë, kështu që kujdes me çdo hap që do hidhni. Dijeni që me kokëforci e me inat nuk keni për të arritur askund. Ju beqarët do endeni sa andej këtej dhe vetëm javën e fundit do mund të takoni persona që mund t'ju përshtaten. Shëndeti do të ketë disa shqetësime të vogla, por që do të kalojnë shpejt, fal edhe për kujdesin së familjarëve tuaj. Për financat do të jetë një muaj me fat. Gjendja do përmirësohet ndjeshëm në një mënyrë të habitshme. Në punë do merrni komplimente dhe shpërblime për gjithçka që keni arritur. Bravo për iniciativat dhe këmbguljen. Luani. Sipas parashikimeve, ky muaj do të jetë i ndarë në disa pjesë. Javët e para mund të kenë vështirësi dhe do të jenë të mbushura me mërzitje, ndërkohë që pas datës 15 gjërat do normalizohen. Nëse jeni në një lidhje, javën e parë do keni debate të forta, por më pas do t'i kuptoni gabimet dhe do bëni të pamundurën për t'i zgjidhur. Do dashuroheni me më tepër pasion. Ju beqarët më në fund e takoni këtë muaj princin tuaj të kaltër dhe çdo gjë do të jetë shumë më ndryshe. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Duke mos u ushqyer si duhet, mund të keni probleme akoma më të mëdha. Financat do jenë të këndshme nëse dini si të menaxhoni. Do t'ju duhet fillimisht të bëni disa sakrifica, por do ja vlej. Në punë duhet të jeni gjatë gjithë kohës vigjilent dhe të përfitoni nga çdo propozim që do t'ju bëhet. Virgjëresha. Gjatë këtij muaji gjërat do vazhdojnë t'ju ecin si më parë dhe do keni ende shumë për të bërë për të fituar besimin e të tjerëve dhe për të normalizuar jetën. Nëse jeni në një lidhje dhe nuk e ruani dot vetë kontrollin, do keni probleme e mosmarrveshje të mëdha me partnerin. Po u tregua të logjikshëm dhe bashkëpunues, gjithçka do t'ju ecë më së miri. Nëse jeni beqar, do keni plot mundësi për takime dhe lidhje, por po u nxituat do bëni zgjedhje dhe do gaboni.
Shëndeti do të jetë shumë i mirë, megjithatë mirë do të jetë të limitoni sa të mundni duhanin dhe ushqimin e yndyrshëm. Me financat mund të keni tronditje deri në momentin që do vendosni disa kufizime dhe të mos bëni investime të pamenduara. Në punë do jeni kërkues ndaj vetes dhe keni për të arritur majat e suksesit. Peshorja. Muaj shumë më pozitiv do të jetë ky për të gjithë, sidomos pas datës 8. Komunikimi në çift do të jetë shumë herë më i mirë, prandaj ju të dashuruarit do të mund të zgjidhni edhe problemet që u kanë munduar në të shkuarën. Ju beqarët do jeni më të motivuar për të kërkuar dashurinë e madhe dhe do bëni të pamundurën për ta gjetur. Java më me fat do të jetë java e dytë. Shëndeti nuk do të jetë ashtu si ju e kishit dashur. Mund të keni probleme me tretjen e ushqimit dhe mund të prekeni edhe nga ndonjë infeksion urinar. Plani financiar ka për të qenë më i mirë për shkak të një trashëgimie të shumëpritur. Në punë po nuk u tregua të logjikshëm dhe po u nxitua do keni probleme serioze. Akrepi. E shkuara do rikthehet këtë muaj dhe kjo gjë mund të shkaktojë përshtjellim dhe probleme. Mos ripërsërisni gabimet sepse më pas nuk do ta ngrini dot më kokën. Marrëdhënia me partnerin do të jetë shumë më e paqëndrueshme. Herë do dashuroheni si e ndjeni dhe do keni dëshirë të qëndroni pranë njëri tjetrit, e herë do debatoni ashpër për gjëra elementare. Nëse jeni beqar do e gjeni personin e duhur, por në ditët e fundit të muajit. Shëndeti do lërë për të dëshiruar. Mund të keni goxha shqetësime, sidomos nga dhëmbët. Financat fatmirësisht do përmirësohen dhe kjo do të jetë ajo çka do t'ju qetësoj. Në punë do t'ju dalin vështirësitë e njëpasnjëshme në çdo moment. Nuk do ndiheni të qetë gjatë zhvillimit të projekteve që keni nisur, prandaj kërkoni ndihmë sa pa qenë vonë. Shigjetari. Bëni kujdes gjatë këtij muaji sepse yjet nuk parashikojnë një periudhë pozitive. Mund të bëni gjëra të gabuara dhe të përballeni me të papritura të pakëndshme. Kujdes me xhelozinë nëse keni një lidhje, pasi kjo mund të shkatërrojë gjithçka që keni ndërtuar. Pranoni të flisni hapur me partnerin edhe për dyshimet më të vogla. Ju beqarët nuk duhet të ndikoheni nga familjarët për të bërë një zgjedhje, por duhet të njiheni fillimisht vete të reflektoni çfarë do bëni. Shëndeti për fat nuk do të jetë i keq. Pas javës së parë, madje do keni edhe më shumë energji se më parë. Financat duhen pasur më tepër në vëmendje. Mos i shpërdoroni paratë sepse keni për të penduar gjithë jetën. Në punë do keni mbështetjen e shefave dhe do i zbatoni pa frikë planet e bëra më herët. Vricjapi. Shumë njerëz do mundohen t'ju bëjnë keq gjatë këtij muaji dhe do t'ju avështirësojnë gjithçka. Mos i besoni askujt dhe veproni sipas mendjes tuaj kudoherë. Disa vështirësi që keni pasur në jetën tuaj në çift mund të zgjidhen. Do ndiheni më mirë se më parë dhe do kaloni çaste harmonike. Ju beqarët nuk do jeni me shumë fat, megjithatë mirë është të bëni gjatë gjithë kohës syt katër sepse ndonjëherë ka persona që kalojnë aq shpejt sa që nuk mund t'i dallosh. Që shëndeti mos të ketë shqetësime serioze, duhet patjetër të çlodheni her pas here dhe të ushqyeni në mënyrë të ekuilibruar. Financat po nuk i mbajtot nën kontroll, do dobësohen ndjeshëm. Në punë do lumturoheni pafund pas atyre që do arrini. Ja ka vlerëtur i gjithë mundi dhe sakrificat që keni bërë. Ujori. Do jeni të pasigurt dhe të paqartë sot, prandaj do të keni vështirësi. Edhe komunikimi do lërë për të dëshiruar. Tek ju të dashuruarit do jenë të shumtë personat që do ndërhyjnë dhe do mundohen t'ju aprishin humorin. Mos e lejoni këtë gjë në asnjë mënyrë sepse vështirë të riktheni normalitetin. Nëse jeni beqar, më mirë të pranoni të dilni me disa persona në mënyrë që të njiheni me ta. Nëse qëndroni në vend, nuk ka për t'ju rënë princi i kaltër nga qielli. Shëndeti do ketë shqetësime. Bëni një kontroll sa më parë në mënyrë që ta kapni problemin pa u ndërlikuar. Gjendja e financave do të jetë delikate vetëm ditët e para sepse pas datës 9 do ndryshojë tërësisht situata. Në punë thoni atë që mendoni sepse keni për të marrë vlerësime. Peshqit. Në tërësi ky do të jetë një muaj i mirë. Do arrijnë të shuhen zjarret dhe optimizmi do t'ju bëjë të shihni gjëra të ndryshe. Nëse jeni në një lidhje do kaloni një periudhë të begat. Mirë do jetë t'i shprehni sa më shumë atë që ndjeni sepse partneri do jetë në humorin e duhur për t'ju aplotësuar dëshirat.
Ju beqarët ka mundësi të fiksoheni pas një personi I cili sapo është shkëputur nga dikush. Kujdes sepse flaka e dashurisë nuk mund të shuhet brenda disa ditësh. Gjendja shëndetësore do të jetë e këndshme. Do keni rezistencë të mirë fizike dhe morale. Buxheti do lër për të dëshiruar. Shpenzoni me maturi sepse në të kundërt keni për të mbetur vetëm. Jeta profesionale do ketë vetëm përmirësime dhe do ndjeni me fat gjatë gjithë kohës.